Ka përfunduar faza e parë e punimeve mbi projektin i cili konsiston në ndërtimin e segmentit lidhës, vazhdimit të rrugës transballkanike dhe lidhjen e saj me portin detar. Siç shihet edhe nga pamjet të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora këtë të shtunë, punimet kanë avancuar ndjeshëm, duke u futur tashmë në një fazë të rëndësishme të realizimit të tyre. Prej pamjeve dallohet qartësisht se traseja e rrugës, se ku do të kalojë ky projekt, tashmë është hapur dhe një pjesë e saj është bërë gati për asfaltim. Në zonën e parkut të tregtisë është krijuar vendi se ku do të ndërtohet rreth rrotullimi. Në këtë zonë, siç është parashikuar në projekt, do të ndërtohet një rreth i njëjtë me përmasa në rreth rrotullimi në skel. Ky rreth do të shërbejë për orientimin e trafikut rrugor. Në një pjesë të segmentit ku qarkullimi i automjeteve është vërtet problematik edhe për shkak të mungesës së një pike orientuese, duke bërë që rruga të pushtohet shpesh nga trafiku dhe qarkullimi i rënduar. Gjysma e këtij rreth rrotullimi është përcaktuar, teksa pritet të ndërtohet edhe pjesa tjetër e tij. Gjithashtu janë përcaktuar tashmë edhe vendet se ku do të kalojnë këmbësorët. Trotuarët nga të dy asenset e qarkullimit rrugor janë përcaktuar, teksa brenda pak ditëve do të vendosen në to edhe pllakat prej betoni për t'i dhënë formën finale. Segmenti rrugor në mesin e tij, si ndarse mes dy korsive të qarkullimit, do të ketë edhe trafik ndarsen. Në këtë trafik ndarse, krahas barierave anësore të rrugës, do të mbillen edhe pemë. Ajo do të ketë funksionin edhe të një hapësire të gjelbëruar. Sigurisht që ky projekt do të pajiset me të gjithë komponentët e kërkuar të një projekti, ku nuk do të mungojnë as sinjalistikat vertikale, horizontale të qarkullimit rrugor. Gjithashtu, në të do të ketë bariera anësore, por edhe vende të posaçme se ku do të vendosen ndriçimi rrugor. Rruga do të ketë afërsisht të njëjtën pamje si aksi transballkanike, duke përfunduar në godinën tashmë të portit detar të Vlorës. Siç mësohet nga firma e cila po realizon punimet javën që vjen, traseja e rrugës së ndërtuar do të asfaltohet. Aty do të hidhen shtresat asfaltike duke e vendosur provizorisht në funksion. Do të vendoset në mënyrë provizore në funksion të qarkullimit për shkak se do të nis puna për realizimin e gjysmës së dytë të rreth rrotullimit që prek aksin transballkanike. Në këtë mënyrë do të devijohet trafiku rrugor në pjesën e cila do të jetë asfaltuar për të mos penguar në qytet qarkullimin e automjeteve.